vendi besimeve, jo 3 po dhe me shumë besimeve, që jetojnë në mirëkuptim të plot. Nuk do miratojë ndonjëherë ligj që detyroj komunitetet fetare të dalin në protesta para parlamentit kundër ndonjë ligji. S'kthehemi mund të konkludojmë se projekt ligji paraqitur në kuvend nuk ka si qëllim mbrojtjen e grave burra apo individëve nga diskriminimi, por hap rrugën për imponimin e ideologjie të ekstremit të majt, post-marksiste sorosiane, më rrezikshmja e kohës. Mohon realitetin biologjik, shtur kuptimin e gjinisë, krijon bazën ligjore për censurë, kufizon liritë themelore të individit, lirinë e mendimit dhe shprehjes tij, lirinë e besimit dhe shprehjes tij. Dhe sfundmi, ky ligj nuk ka për qëllim mbrojtjen e barazisë midis burrit dhe gruas dhe të orientimit seksual të ndryshëm të individit nga diskriminimi, por ka si qëllim përmbysjen e rendit demokratik juridik ekzistues që bazohet në vlerat dhe të vërtetat hyjnore, biologjike, tradicionale, miravjeçare, në kushtetutën, kodet, ligjet e vendit, konventat ndërkombëtare dhe i zëvendëson ato me rendin e ri ideologjik të ekstremit të majt, post-marksist, bazuar në ideologjinë njerëzore, të shpërbërjes së gjinisë njerëzore, mohimit të lirive dhe drejtave themelore të njeriut, vendosjes së censurës me ligj. Projekt ligji për barazinë gjinore bie ndesh me frymën dhe germën e Kushtetutës Republikës së Shqipërisë, rendin juridik në kushtetutë. Ligji azjeson nenet themelore të Kushtetutës si nenin 18, nenin 22, nenin 24, nenin 54 që garantojnë barazinë përkatësisht, barazinë para ligjit, lirinë e mendimit dhe shprehjes së tij, lirinë e besimit fetar, të drejtën e prindërve për të siguruar fëmijëve të tyre edukim moral dhe fetar në përputhje me bindjet e tyre. Kjo sepse neni 18 i Kushtetutës garanton barazinë para ligjit pa dallim gjinie, duke ju referuar 2 gjinive biologjike, mashkull dhe femër, si themeli i rendit natyror dhe juridik të shtetit. Projekt ligji me konceptet post-marksiste të identitetit të shumëfisht gjinor dhe përkatësisë së ndërthurur, të i kalon kuadrin kushtetues de facto, rishkruan nenin 18. Së dyti, nenin 22 i Kushtetutës që mbron lirinë e shprehjes dhe të shtypit, bie ndesh me dispozitat e projekt ligji që ndëshkon kriminalizon fjalën ndryshe. Sipas këtij ligji, çdo qëndrim që nuk përputhet me doktrinën post-marksiste të identitetit gjinor, kthehet në një formë censure me ligj që ndalon debatin, kërkimin shkencor, kriminalizon mendimin ndryshe, por dhe vetë ndërgjegjen, azjeson demokracinë. Së treti, neni 24 i Kushtetutës garanton lirinë e ndërgjegjes, mendimit dhe besimit fetar, dhe është rrezik drejt për drejt në këtë projekt. Në qoftë se një hoxh, në qoftë se një prif, siç thash më sipër, në qoftë se një pastor, do t'u lexoj sipas mësimeve të Kuranit, të Biblës, të Talmudit, parimet e familjes, duke referuar Evës dhe Adamit, burrit dhe gruas, ai rrezikon të marrë gjoba, të ndërshkohet gjerë në burg. Ky skenar absurd do të thotë se shteti, në vend që të garantojë pluralizmin fetar, moral, pluralizmin e mendimit dhe të ndërgjegjes, përpiqet të imponojë një fe të re që nuk pranon as kundërshti, as debat, as besim fetar, por vetëm në nështrim, pa pasur mundësi ta kundërshtosh. Në të njëjtën linjë neni 54 i Kushtetutës ju njeh prindërve të drejtën për t'u siguruar fëmijëve të tyre edukim moral dhe fetar në përputhje me bindjet e prindërve. Futja e edukimit gjinor me përmbajtje që promovon konceptet shumëfishta identitare, jo vetëm pa pëlqimin e prindërve, por dhe në kundërshtim me vlerat e tyre, përbën senim të drejt për drejt, jo vetëm të autoritetit prindor dhe familjes, por përbën një shtetësim të privatësisë dhe të drejtave themelore. Shteti në këtë mënyrë shtetëzon ndërgjegjen,
shtetëzon fëmijët formimin e tyre. Në thelb ky projekt ligj rrafshon vlerat e mëdha mbi të cilën bazohet familja dhe shoqëria me një imponim ideologjik i cili ka synim një rend të ri post familje bazuar në identitetet të shumë fishta. Kodi projekt ligji minon apo hedh poshtë kodet ekzistuese të Republikës, mbi të cilat bazohet rendi juridik. Kodi i familjes është një ndër ligjet më të ndjeshme, është një ndër ligjet më themelore për familjen dhe kundër diskriminimit të saj. Ky kod në 97 përcakton qartësisht se martesa dhe familja bazohen në bashkimin midis burrit dhe gruas, duke njohur si shtyllë juridike, morale, realitetin biologjik mbi të cilin ndërtohet jeta e shoqërisë. Çdo përpjekje për të zëvendësuar termin gjini me identitet shumëfish gjinor për bën një ndërhyrje të thellë ideologjike në këtë ekuilibër, sepse përpiqet të ndryshojë vetë për kufizimin. Ndryshimet e thella pëson kodi i punës, mësojnë ligjet për sportin, ligjet për shtetësinë dhe një seri ligjesh të tjera. Faktikisht, ky ligj, ato që merr përsipër bazinë gjinore, jo që se garanton, por krijon një mori problemesh në emër të një rendi të ri post-komunist, të një ideologjie post-komuniste. Faleminderit. Zoti Berisha, Marta Kos, komisionerja për zjerimin, e ka konsideruar sulm të papranueshëm deklaratën tuaj për ambasadorin Gonzato dhe thekson se barazia gjinore është në lim me direktivat e Bashkimit Evropian, sidomos për procesin e pranimit. Keni kërkim falje për ambasadorin? Tani, gjëja më e thjeshtë për mua është të kërkoj falje. Por në qoftë se ambasadori Gonzato një deklaratë të bërë publike vetë se kam qenë i martuar dhe djalin e vogël e kam 31 vjeç dhe tani jetoj me një partner ose jam i martuar me një burr. Dhe kjo deklaratë u përdor nga unë në mënyrë absolute, pa asnjë intencion fyrje, sepse unë jam autori një ligji që i ka dhënë fund në mënyrë përfundimtare çdo formë diskriminimi. Atëherë, dhe i thash këtu që ai vetë ka qenë binar dhe pastaj ka ndryshuar mendje. Kjo nuk besoj se është, në qoftë se ripërsëris deklaratën që ka bërë vetë, unë nuk di se çfarë fyrje. Unë s'kisha bërë asnjë hetim në jetën e tij, absolutisht, as merresh me jetën e asnjëriu, por e ndigjova e tha vetë dhe unë thash që ai ka bërë këtë deklaratë. Se si që nga fyrje kjo, unë këtë nuk e konceptoj. Kam përdor një deklarat, një gjë që e ka thënë vetë. Po në qoftë se aju e konsideron këtë fyrje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim, i kërkoj të falur, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për të fyrje kjo. Nuk përbën fyrje kjo. Faleminderit. Tani ata kanë vendosur që të mos vazhdojnë me... Po, këtë duhet mbaj unë qëndrim.